Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Mirë se të gjeta, jam shumë mirë edhe jam i kënaqur që mund të flas për një temë që është e rëndësishme për mua. E rëndësishme sepse është një temë që me të cilën kam punuar shumë kur kam qenë studente, edhe më vjen mirë që mund ta flas. Për herë të parë në Shqip. Për herë të parë në Shqip. Tregojo pak njerëzve për çfarë teme do flasim një herë dhe pastaj do bëjmë një intro të vogël. Po, atëherë tema është janë pagicat shqiptare në Europën Lindore edhe mekanizmat e mbrojtjes së pakicave nga pikpamjet e drejtës ndërkombëtare. Ka qenë me interes për mua sepse unë kam ikur nga Shqipëria e vogël, 10 vjeçe, dhe jam rritur në Itali. Dhe kam qenë shumë kurioztare kur fillova universitetin të mësoja më shumë për Shqipërinë, për shqiptarët, çka kishte ndodhur në të kaluarën, se për shembull flitej për shqiptarët në një mënyrë të caktuar, se ekzistonte çështja e Kosovës, se ekzistonin disa çështje të tjera. Edhe kjo është Se është kaq tipike kjo, Denisa, që një pjesë e mirë e shqiptarëve, ose le të themi ata shqiptarë që kanë qejf të mësojnë diçka gjithmonë, i mësojnë mbasi e mbarojnë gjimnazin. Domethënë gjithmonë është thresholdi, është gjithmonë shkolla e lartë. Njeriu domethënë aty është palos veten që edhe mjek ti jetë duke u bërë apo edhe inxhinier ti jetë duke u bërë. Domethënë gjithmonë ka një lulëzim për sa i përket interesit drejt vendit vet dhe mësimit të historisë dhe të kaluarës. Mendoj se është diçka që vjen natyrshëm. Mendoj se ajo është mosha, domethënë pasi mbaron adoleshenca, mendoj se është mosha ku njerëzit fillojnë të pyesin kush jam unë. Nga vi unë. Domethënë atë disa pyetje mendoj se i përkasin gjithë dhe neve. Edhe pikërisht kthehet në një nevojë që ti të dish kush je e nga vin. Dhe ndoshta mund të jetë edhe mosha ku ai identiteti që në një farë mënyrë është formuar dhe është konsoliduar mundohet të vi të dalë jashtë. Po. Të vetë vendoset disi. Të vetë vendoset, të konsolidohet, të ngurtësohet. Të bëhet stabil, shumë interesante. Dhe mendoj se tek disa njerëz, sidomos ata njerëz si puna ime që kanë emigruar dhe kanë edhe një eksperiencë emigracioni, mendoj se nevoja mund të jetë më e fortë ose e dyfish, nuk e di, nuk mendoj se mund të matet, po mendoj se tek ata që për shembull kanë edhe një background migracioni, shprehet edhe më fuqishëm të thoja, sepse je gjithmonë në një farë mënyrë i detyruar të jetosh midis dy realiteteve, dy kulturave, dy gjuhëve. Edhe ti e di e ke të qartë që unë e kam patur të qartë që në moshën 10 vjeçare që unë jam diçka tjetër. Edhe pse kalojnë vite të integrohesh, e bësh qytetar italian, por prapë ka disa elemente që ti të dallojnë nga të tjerët. Nga fillimet më të bukura, më të ciltëra që mund të kem bërë në historinë e podcastit, të dashur dëgjues, zonja dhe zotërin, për juve Denisa Muhameti. Denisa, faleminderit që pranove ftesën për Buçi Podcast. Dhe mirë se erdhe. Unë jam se interesuar për atë çka ti ke për të thënë. Denisa, ti çfarë ke studiuar? Unë kam studiuar në bachelor, gjuhë, civilizim dhe shkenca gjuhësore, jam me një specializim në politikë ndërkombëtare, dhe pastaj në master kam studiuar marrëdhënie ndërkombëtare krahasuese në Venecia në Itali. Pas studimeve kam bërë disa trajnime të tjera. Një trajnim për shembull është ai i bursës që kam fituar, bursës si OSBE-s dhe OKB-s, është organizata për bashkëpunimin dhe sigurinë në Europë dhe zyra e Kombeve të Bashkuara për çështjet e çarmatimit. Dhe ai ka qenë një trajnim në lidhje me mekanizmat e çarmatimit e të ndalimit të armëve në hapësirën e OSBE-s. Ka qenë një bursë për paqen e sigurinë, flitet për atë arkitekturën e sigurisë në Europë,
me radhë. Denisa, e ke ditur gjithmonë që do shkojë në të drejtinë, domethënë le të themi nëse mund të kujtohesh kur ke qenë pak më vogël në gjimnaz ose sekondare, domethënë ose edhe më përpara. Ke pasur një farë lloj vizioni apo ishte diçka që ishte goxha pragmatike, domethënë dhe të interesoj për momentin? Me thënë drejtën, pyetje interesante kjo. Jo, nuk ka qenë një diçka e paramenduar. Kur kam vajtur në Itali 10 vjeç, ka patur shumë të vështirë gjuhën dhe ka qenë një periudhë, 5 vitet e para që kam qenë në Itali, kam nduar shkollë vazhdimisht, sepse vajta kisha bërë në Shqipëri klasën e 4, klasën e 5 e përfundova në një cikël tjetër, pastaj në Itali fillon një cikël tjetër dhe kam ndryshuar 2 shkolla, si themi, në Itali quhen skole medje, po i bie, domethënë 3 vitet e fundit të 8 vjeçares shqiptare. Po. Në Itali janë pikërisht këto skole medje dhe unë kam ndryshuar 2 skole medje. Pastaj ka ardhur prap gjimnazi dhe kanë qenë vite wow, kur i mendoj them okay, si ja kam dalë. Por edhe ka qenë shumë e vështirë në fillim sepse vështirësitë e gjuhës e bënin të vështirë që të kuptoja shumë gjëra të tjera. Shpeshherë mësuesit nuk edhe si themi, nuk është se tregonin aq shumë mirë kuptim. Nuk e kuptonin ato vështirësitë e mia, kështu që shpeshherë thonin, do ishte mirë që ti të bëje një shkollë profesionale apo do ishte mirë që ti mos të shkoje në këtë shkollë. Por unë kisha një përvojë në Shqipëri jashtëzakonisht pozitive, isha një studente shumë e mirë në Shqipëri, edhe kam patur gjithmonë dëshirë që të mësoj. Plus kam patur kokëfortësinë, nuk i lejoja njerëzit që më thoshin çfarë mund të bëja unë apo çfarë s'mund të bëja unë. Doja gjithmonë të bëja gjërat më të mira, të arrija sa më lart. Edhe pa e ditur se ku po veja, domethënë. Shiko, profesioni mësuese në përgjithësi nga ana ime gëzon një respekt maksimal, domethënë, po përveç atyre që abuzojnë me postin, domethënë që normalisht nuk i kam qejf, kam një urrejtje specifike për mësuesit dhe profesorët që e kanë shumë të thjeshtë, thonë ti nuk do bëhesh kjo gjë, ose mos e bëj këtë gjë, ose ti mos e provo këtë fare. Më duket është shumë decizive në rolin e çdo fëmijëve, qoftë mashkull apo femër, nuk ka rëndësi fare. Nëse nga një figurë më e lartë që supozohet në hierarki që është më lart, i shikon lart sepse nga ai person po mëson, dhe ai person do të thotë që plako ti si e për këtë punë, e ke parasysh që kujtit nuk doja dalësh dot, e kupton, më duket që okay, ka edhe mënyra të tjera se si mund t'ia thosh një njeriu ose ka mënyra se si mund ta kanalizosh në drejtimin e dur, por që ta ndash me thikë që thonë që po ti s'duhet të vesh këtu sepse nuk ja del sepse të bësh llëk. Në vend që të thua që okay, ky është qëllimi jot, po, që të varrish atje të duhet kjo. Një checklist. Në fakt, nuk është se mësuesit realisht të sillen si mentor apo të udhëzojnë nga kjo pikpamje. Thjesht disa profesionin e mësuesit e bëjnë thjesht si profesion, që të ke një punë, të ke një rrogë dhe mirupafshim. Ajo është gjëja më e trishtë rreth atij profesioni. Po, mendoj se po, sepse është një profesion që kërkon shumë përkujdes. Po ka edhe një si i thon një prekje të lehtë, një slight touch, domethënë që duhet të kesh një farë lloj ndjesie njerëzore, që si preket njeriu, si në ndjenja, jo fizike normalisht. Domethënë se edhe si kanalizohet për të bërë. Historitë të tilla janë të shumta, edhe unë kam pasur profesorë të tillë, pasur profesoresha të tilla që thoshin që ti s'ke për të bërë asnjëherë as një inxhinier. Well, look at me now. Edhe domethënë unë se kuptoj pse bëjnë këtë gjë, nuk e di se të ngarkuar mund të jem personalisht me veten e tyre, po që okay, unë i kam falur me kohën, nuk e mendoj fare, por thjesht më vret fakti sepse do ketë djem edhe vajzat e tjerë që do kalojnë rreth atyre duarve ose les asaj mendje, domethënë edhe prapë edhe ata nuk do ndihen mirë në atë moment. Gjithsesi, e them që ishte diçka që nuk ishte paramenduar, ishte e vështirë. Si shkoi puna pasaj që zgjodhe si drejtim? Unë përfundova që zgjodha një lice shkencor, kur isha në Itali për gjimnazin, dhe vendosa të bëja gjën që ishte më e vështirë, edhe jam shumë e kënaqur që e kam bërë, jo sepse përfundova në ato disiplinat STEM shkencore, por sepse vërtet më ka ofruar mundësinë që të krijoj një metodë studimi. Pas studimeve, pas gjimnazit, doja realisht të bëhesha dietiste.
Por ndodhi që nuk vajti ashtu, unë pas gjimnazit mora një vit pushim, edhe pas atij viti pushim u regjistrova në atë fushë ku unë isha më e fortë. Gjuhë huaja dhe në gjuhë huaja shkenca gjuhësore ishte një, si themi, një fushë ku mund të specializohesha që më interesonte dhe ishte ajo e politikës ndërkombëtare. Aty pastaj gjeta veten. Aty të gjitha ato pyetjet që unë fillova të bëja vetes kur isha tek 20-ta, në një farë mënyrë filluan të gjenin përgjigje. Ajo është shumë interesante, po në fillim 10 vjeçë kur u bë ndryshimi dhe ti nga shkolla në shkollë direkt. Si arriti, si e amortizove atë dallimin mes njohurive të gjuhëve, domethënë nuk mame se ti ke ditur italisht në ujë kur ke vajtur 10 vjeç. Jo, por në gjimnazëm kam studiuar latinisht. Unë kam bërë. Jo, më them, e kam fjalën në fillim kur ishe e vogël, si arriti domethënë që të mbushje boshllëqet e gjuhës, që të kuptoje se çfarë po thuaj në shkollë. Po, atëherë, unë në anglisht kam qenë shumë e mirë në Shqipëri dhe këtë ishte vetëm e lëndë ku unë me studentët, me kolegët e mi italian mund të garoja në të njëjtin nivel, madje dhe kur kisha mundësinë të garoja me ta, shpesh isha shumë herë më mirë se ta. Dhe këtë gjë, domethënë, u kthye domethënë gjuha angleze mua më ka hapur shumë dyert. Informacioni, cilësia e informacionit që unë kam marrë, mundësitë që më janë ofruar pastaj gjatë universitetit, eksperiencat e ndryshme që unë kam bërë, në momentin që u regjistrova, pastaj si të thash, kam bërë latinisht 5 vjet dhe unë në një farë mënyrë gjatë atij 5 vjeçari kam mësuar se si studiohet një gjuhë. Dhe më vonë pastaj në gjimnaz, përveç anglishtes, në Venecia studioj edhe shqip. Edhe unë bëra shumë kurioze, sepse kisha ikur nga Shqipëria edhe pse unë flas shqipen mirë, por prapë disa njohuri gramatikore nuk i kam patur, edhe i krijova atje. Dhe kështu që anglisht, shqip, gjermanisht kam bërë pastaj edhe masterin e kam bërë të gjithë në anglisht edhe kam studiuar edhe spanjisht gjatë masterit. E përmende pakur po e thonë, domethënë kam vënë që shumë persona që përkasin fushës më shumë se sa të mësosh gjuhën, flasim për mënyrën se si mësohet një gjuhë. Sa e rëndësishme është që të dish se si të mësosh gjuhën? Mendoj se është shumë e rëndësishme për një person të di mirë një gjuhë për të mësuar gjuhë të tjera. Dhe në qoftë se ti e ke të qartë për shembull të je në gjendje të dallosh një emër nga një mbiemër, të dish çfarë është një përemër, të dish çfarë është një folje në ndal folje, të dish të njohësh për shembull këto elemente në një fjali, dhe të thellosh këto njohuri, mendoj se e ke më të lehtë pastaj që të bësh krahasimi me gjuhët e tjera. Domethënë ai sistemi i rasave që ekziston në gjuhën shqipe, unë për herë të parë kam studiuar në latinisht. Por prapë thash, okay, që ka edhe në shqip, pas kemi edhe ne rasa. Rasa shuar, rasa pash. Po thuaj deri diku të gjithë kanë, po thjesht nuk i kanë aq të ndara me thiksit që kemi ne. Italishtja nuk i ka. Gjermanishtja po i ka, po italishtja nuk. Gjermanishtja po i ka, edhe anglishtja i ka. Jo, anglishtja nuk i ka. Ajo e-book edhe the book aty se tek rasa është, më thjesht ata nuk e kanalizojnë siç e kanalizojnë ne, po funksioni është deri diku i njëjtë. Por është interesante, domethënë, okay, kjo bën sens logjik në fakt. Nëse ti nuk e ke një uri gjuhësore, sidomos edhe të gjua vet, normalisht do të pak e vështirë nëse do të mësosh diçka tjetër. Të jetë interesante kjo. Ky është një shok. Denisa, si gjatë shkollës, domethënë normalisht siç e përmendë, kishe interesa të specifike, zbulove gjëra të reja, zbulove gjëra të vjetra, por të duheshin si informacion i ri, u përgjigje disa pyetje së vetes vet, edhe diku në këtë rrugtimin u vendos që pakicat janë diçka që mua më interesojnë ose që Denisës i interesojnë me këtë fjalë. Kishte more ndonjë spunto diku, domethënë ishte diçka, kishte ndonjë ndodhi apo ishte thjesht diçka që u ushqye dhe u rrit avash të ndjenjë që okay, mua më intereson kjo gjë edhe me këtë do merrem. Po, domethënë nevoja për të kuptuar më shumë ka qenë prapë personale, sepse unë me origjinë jam çame, edhe kam dashur të di më shumë se çfarë është një pakicë, çfarë
si është e mundur që ka ndodhur këto gjëra me pakicat, ose çfarë ka ndodhur konkretisht me çamët në dhe këto pyetje, kam patur këto pyetje dhe përgjigjet shpeshherë nuk më vinin ashtu si undoja. Kisha të pikpamjen, po eksperiencën familjare, po nga ana tjetër nuk mjaftonte ti përgjigjeve atyre pyetjeve të mia që ishin shpeshherë pyetje shumë specifike. Dhe kam patur këtë që kam qenë shumë kurioze, edhe vazhdoj të jem kurioze ndaj çdo gjëje. Nuk shpeshherë edhe kur e marr një përgjigje prapë them, nuk më bindaj shumë, dua pak më shumë. Po këtë të mirë kuptoj 100% për këtë, domethënë ndonjëherë sidomos kur je mësuar të marrësh një farë lloj përgjigje të mirë konstruktuar, domethënë ose të themi një informacion që mund të vazhdojë me faqe me radhë derisa ti të lodhesh. Kur me një përgjigje të sigurt ndonjëherë duket që nuk është lauvam, është e vakat, më duhet pak më shumë. Domethënë që lidhjet me prejardhin ose me atë çfarë të përket, domethënë i ke të fortë. Janë të forta në një, domethënë çështja është se un jam kjo që jam, edhe lidhja normal që është e fortë në kuptimin që është diçka që ty të përket. Nuk, domethënë thjesht ti je ajo gjë. Pavarësisht është lidhje e fortë, është një lidhje që ti do doje të përforcoje apo një lidhje që ti do doje, si themi, që do doje ta shkëputje, por thjesht ti je ajo. Jo, ashtu larg qoftë duash ta shkëputje, sepse ajo të tregon problemat, nëse po flasim për përkatësi, kur ti përket diçka edhe ajo diçka të përket ty, nëse çdo person, pavarësisht se nga vjen se çfarë, nëse një person i krijohet një ide që unë duhet të shkëputem me kjo gjë, zakonisht tregon një mos mirëqenie, le të themi shpirtërore, psikologjike, ekonomike, etj. Për shembull, siç ne si shqiptar përgjithsisht e kemi vuajtur në shumë vende ku kemi një pjesë të mirë të shqiptarëve e ladha që kanë lënë me emër, me mbiemër, me gjuhë, me e kalojmë, domethënë për mos i futur ato. Edhe jo, ideja është kjo që po jam dakord me ty. Domethënë kur mendoj kur që një person është i shëndetshëm në përgjithësi, mendoj se është normale. Edhe në fakt unë s'kam patur asnjë lloj kompleksi në lidhje me këtë temë. Zero, domethënë unë jam rritur larg komplekseve. Shpeshherë jam ekspozuar ndaj këtyre stereotipave që ekzistonin, më shumë jashtë Shqipërisë se sa brenda Shqipërisë. Apo edhe ka qenë edhe kjo e çuditshme. Në një farë mënyre, por thjesht disa gjëra ndodhin. Plus mbaj mend që unë jam, duke qenë se jam rritur në Itali, studioja Danten, duke bërë latinisht, studionim ato luftat romake me ilirët, lufta romake me Shikoj, janë shumë frymëzuese domethënë. Pavarësisht se nuk kanë qenë le të themi përfundimisht fitimtar i lirë, prapë është ndjenjë kënaqësie që njeriu merr domethënë që shikoj, ua, këta që kanë qenë aty, ata, ne. Është shumë gjë e bukur. Në fakt po, unë thjesht shikoja këto harta, e lexoja këto emra e thosha, si është e mundur, domethënë, pritet për këtë gjë, por nuk përmendet kjo gjë, domethënë, ishte përmendeshin disa gjëra, disa faktorë, por gjithmonë në mënyrë shumë përfaqësore. Edhe thjesht unë shpeshherë thoja, po si është e mundur që pritet për shembull për ta zënë pjesën hartën e Europës Juglindore, e kemi studiuar shumë për shembull gjatë kur në gjimnaz studionim iluminizmin dhe romanticizmin. E ti thoje, po pritse, atje ishim edhe ne. Po ne. Po ne ku jemi? Edhe kjo, domethënë, kjo ka qenë edhe arsyeja pse unë shumë shpejt kam filluar të mos i besoj shumë librave. Domethënë, për mua libri është thjesht një instrument i dobishëm, atëherë ku të jep disa informacione, po unë nuk besoj librave në mënyrë dogmatike 100%. Mua më intereson të krijoj një input, të marr një input, dhe pastaj nga input të reflektoj dhe pas reflektimit që kam bërë të nxjerr ato konkluzionet e mia. Dhe pikërisht jam tashmë jam. Maja se libri për ato është idejuar, domethënë, edhe unë kam shumë të vështirë të besoj një variant tjetër se si mund të jetë idejuar libri, siç personi i parë që mund të ketë shkruar diçka normalisht jo domosdoshmërisht, përveç atyre pllakave në Persinë e lashtë, domethënë ku ishte ligji i filanit edhe ashtu duhet të merrej dhe s'kishte nevojë për implementim, mos lidh, mos bëj i dim. Por momentin e parë që shkruar një libër i mirëfill, që është jo libër me rregullore, normalisht është një person që ka akumuluar një informacion të caktuar, e ka përpunuar atë, e ka nxjerrë si studim apo I don't know, whatever. Edhe normalisht
ideja e kësaj është që ti ta marrësh të informacion dhe prap ta ripërpunosh, duke i dhënë esencën tënde, duke marrë esencën nga i libër, do të thotë ti del ndryshe nga libri dhe kur ti e përcjell librin në një vend tjetër dhe libri është ndryshe. Mua më duket është pak primitive fakti, domethënë që njerëzit mund të lexojnë diçka dhe thonë që okay, kjo është kështu sepse është e shkruar te ky vendi dhe meqë kjo është e shkruar te ky vendi, kjo është vërtet 100% edhe nuk e ndryshon asnjë gjë. Kjo është gabim, nuk është shkencore. Çdo gjë është do të jemi pak skeptik gjithmonë. Kjo është akoma më e rëndësishme kur vjen puna për shembull te librat historik dhe te historiografia. Sepse deri vonë historiografia në një farë mënyrë ka treguar historinë sipas ideologjive kombëtare. Po bëhet shumë e vështirë, domethënë që ti në një farë mënyrë ta kuptosh historinë për atë që vërtet ka qenë, nëse do bazohesh vetëm thjesht te një ideologji kombëtare. Dhe bën të vështirë për ata njerëz që jetojnë brenda një shteti të caktuar të njohin veten dhe të njohin veten në radhë të parë brenda komunitetit ku jetojnë, po të njohin edhe veten në raport me komunitetin që i rrethojnë. Dam ke madhe shumë ajo. Ajo është mendoj si ne dim shumë mirë, okay, gjitha këto thënie që i thon njeriu në përditësi, historinë e shkruan fituesi, bla bla bla. Okay, we know. Janë gjëra që vlen deri diku, po jo gjithmonë, sepse fakti është që universi apo Zoti e ka një lloj mënyre që herët avon ajo që është për të dalë do dalë, nuk ka po vete. Shumë rrallë ndodhin që gjërat zhduken komplet në të shkuarën. Dhe nuk ka një lloj konsensusi në zbulimtari edhe në kërkim rreth historisë siç ekziston në matematikë. Nuk ka një lloj serbët janë të vetmit në Europë që në historinë e tyre kanë që janë 6000 vjet aty përpara çdo gjëje. E ke parasysh çdo shtet rreth e qark këtyre ka historinë ashtu siç është standardi, që edhe mund të jetë edhe i pasakt. Që serbët vazhdojnë akoma, domethënë pa asnjë lloj prove, pa asnjë lloj gjëje, me një lloj doktrine që nuk është e saktë. Edhe njeriu për veten që pse ndodh diçka e tillë. Është vegël politike, është një shplarje truri që bëhet normalisht siç është. Edhe ne kemi të tillë, ne thjesht nuk i kemi të institucionalizuar, ne i kemi nëpër rrjetet sociale, domethënë që gjithçka është shqiptare, çdo gjë ka ardhur nga Shqipëria etj, domethënë edhe gjermanët janë shqiptarë dhe kinezët janë shqiptarë. Domethënë këto gjërat janë tipike të vendeve të prapambetura, po ma mendje që një pjesë e mirë e fajit, edhe dua ta specifikoj, po përdor fjalën faj me qëllim, i takon klasës akademike që këto gjëra i kanë harruar me vite. Në Shqipëri nuk ndodhen me kërkime të tilla, nuk ka më risi, nuk ka më asnjë lloj diskutimi, që prej kur është bërë ajo, domethënë kurrikula e parë, ashtu është akoma, nuk ka ndryshuar asnjë lloj gjëje, edhe normalisht kur persona që janë të kualifikuar, që kur e kanë postin për të bërë të tilla, kur i dinë edhe metodat se si mund të bëhet një kërkim, nuk i bëjnë, normalisht do dalin sharlatan, do dalin amator, do dalin njerëz që e bën për çejf, do dalin mashtruesa, por mund të dalin edhe në një që e bën sakt, e ke parasysh. Po gjithmonë kur ka një nevojë, do jetë dikush që do e mbushi. Edhe nëse se mbush ai që ka kapacitetin dhe aftësinë, normalisht do e mbushi dikush tjetër. Sigurisht që ka shumë hapësirë edhe nevojë për përmirësim. Por mendoj se në raste si për shembull shtete si Serbia apo edhe shtete tjera si Greqia që kanë lindur në një moment saktuar dhe janë si themi themeluar, zgjeruar e konsoliduar në një mënyrë të saktuar, bëhet akoma më e vështirë, sepse këto shtete që kanë krijuar këto lloj identitete ekskluzive në një farë mënyrë një identitet të pastër ortodoks janë munduar që atë lloj pastrimi ta kenë në plan të parë në për agjendat e tyre politike normalisht për arsye strategjike për të siguruar ato interesat e tyre në një rajon që po ta marrësh, po ta shikosh nga po të dalim çik nga Ballkani e ta zvoglojmë çik hartën, ta zmadhojmë
hartën, thjesht është një rajon jashtëzakonisht strategjik. Dhe historikisht ka qenë me gjithë gadishulli ballkanik ka qenë pjesë e perandorisë romake, pastaj kur u ndan perandoria romake e lindjes e perandoria romake e perëndimit dhe ajo e lindjes, është vendosur një kufi fetar midis dy perandorive. Schizma e madhe. Po. Dhe më vonë kanë ardhur pastaj osmanët që kanë ndënjur atje për 5 shekuj. Dhe gjatë asaj periudhe, për shembull, le të themi në një moment në historinë europiane që njihet si paqja e Vestfalës, ka qenë një moment shumë si them i rëndësishëm për sistemin. Unë hera e parë që e dëgjoj këtë Vestfalia, nuk e dija që i thoni Vestfalia në shqip. Jo, nuk e dija, të më pyeste njëri nuk e di se si do i thonë. Po, unë nuk e di si i thonë në shqip, po e kam studiuar në marrëdhënien ndërkombëtare si paqja e Vestfalës. Duhet jetë e 1648-s, nëse nuk gaboj. Dhe në atë periudhë, dhe deri në atë periudhë, domethënë ekzistonte një formë shumë e hershme e të drejtave të minoriteteve. Por më lejo këtu të theksoj që fjala minoritet është diçka që ka hyrë shumë vonë në fjalorin tonë. Domethënë në atë kohë perceptoheshin vetëm minoritetet fetare dhe i vetmi person që kishte të drejtë të përcaktonte fen e njerëzve që jetonin në një territor të saktuar shpeshherë ishte mbreti ose udhëheqësi. Kështu që nëse në një territor një mbret ishte katolik, i bie që të gjithë ata që jetonin në territorin e këtij mbreti ishin katolik. Nëse ishin protestantë, atëherë ajo është gjë që kanë ushtruar serbët në Kosovë, domethënë kur është debati shumë aktual, pasi jo aktual kur të dali për gjithë ju që po dëgjoni falat, për ata që dëgjojnë Patreon, është debati për manastirin e Deçanit, që normalisht duket që nga lloja ndërtimi, që nga lloja motiveve dhe dokumentat më përpara që është manastiri shqiptar katolik. Edhe përveç vetmi fakt që udhëheqësi ishte ortodoks, janë të gjithë ata janë regjistruar si ortodoks. Sot e salite i përket atyre. Nuk e di se sa në brendësi të debatit tje, domethënë në Kosovë është diçka shumë e madhe për momentin, se po diskutohet edhe për disa prona ose disa mijëra hektar që ju duhen këtyre priftërinjve serb për të mbajtur domethënë manastirin, është bunkers, është shumë distopike si gjë, domethënë po janë gjëra që priten nga fqinjtë tanë të dashur. Edhe po, është një metodë domethënë që është përdorur në Ballkan në mënyrën më perfekte të mundshme, ku udhëheqësi ka thënë që okay, ata janë kështu, ata janë ashtu. Ciao. Në fakt më lejo të specifikoj diçka. Më përpara parimi që përdorej për shembull në shekullin e 16, 17 ishte një parim që njihet si cuius regio eius religio, që në latinisht do të thotë sipas udhëheqësit, kështu që nuk jam në gjendje ta përkthej në mënyrë të lartë. Ma thoj edhe një herë latinisht? Latinisht është cuius regio eius religio, domethënë sa bukur. Dhe domethënë pak a shumë që sipas vendit e ku vendi e kemi ne. Sipas vendit e ku vendi e kemi ne. Po është ajo, domethënë ajo e përcaktonte. Kur filloi të dobësoj perandoria osmane, filluan pastaj këto drejtat e pakicave të bëheshin çik më të vështira, të pakicave fetare, çik më të vështira për tu respektuar. Dhe kur sistemi filloheshin të përhapeshin në gadishullin ballkanik këto idetë e revolucionit francez, idetë e iluminizmit, romanticizmit, në Ballkan janë deklinuar në një formë shumë si themi inovative të re, sepse janë munduar për shembull që identitetin kombëtar ta mendojnë vetëm me fen. Kështu që nuk është një rastësi që kombi Helen për shembull ka fen ortodokse si një shtyllë, është baza kryesore, domethënë. Para të qenit grek është duhet të ortodoksi, herë pastaj. E njëjta gjë vlen edhe për serbët, por e njëjta gjë vlen edhe për turqit modern.
edhe ata e kanë patur të vështirë që ta konceptojnë identitetin e tyre përtej fesë islame, edhe pse shteti modern grek, ai turk, ka lindur si një shtet laik. Megjithatë, duke thënë këtë, në momentin që këto shtete, këto kryengritje kanë sjell pastaj shtete të reja kombë, aty pastaj filluan që të krijonin edhe ato ideologjitë kombëtare. Për grekët për shembull ka qenë Megalidea, ndërsa për serbët ka qenë Naçertanje. Këto ide që në një farë mënyrë parashikonin që çdo element që konsiderohet ndryshe nga kombi mazhoritar apo themelues, edhe pse këtu bëhet çike vështirë të përcaktosh se kush ka themeluar kë. Futemi në vrima të thella ashtu. Po gjithsesi ideologjia kombëtare parashikonte që çdo element që në një farë mënyrë është i huaj për ideologjinë kombëtare, ose do asimilohet, ose do shpërngulet. Dhe ose do vritet, patjetër. Dhe në atë periudhë, edhe pse janë munduar, domethënë këto kanë ekzistuar disa traktate që në një farë mënyrë fuqitë më dha të asaj kohe kanë krijuar për shtetet që sapo merrnin pavarësi, që duhet të respektonin të drejtat e pakicave. Dhe bëhet shumë e vështirë të përcaktosh se çfarë janë këto pakica. Nuk ekzistonin për shembull pakicat kombëtare, madje edhe sot në instrumentet që kemi nuk ka një pajtim midis ekspertve se çfarë janë pakicat konkretisht. Do të kaloj aty, po thjesht në këtë pjesë të parë do doja të fokusoheshim ose le të themi të argëtojmë pak këtë mendimin e fëmijëve tanë se ti ke qenë përfshirë me hamendja si në pjesën e studimit tënd, por edhe më vonë në karrierën tënde në mënyrë direkte apo indirekte në le të themi debate jo domosdoshmërisht gjaktota, edhe në tema që njerëz ku unë bëj pjesë për shembull, që nuk e kanë domosdoshmërisht formimin shkencor në atë lloj drejtimi për shembull, e kanë pak vështirë ta trajtojnë në mënyrë gjaktotë. Sepse është, shiko, kur dikush të trajton le të themi si son serbë, si arab, si turk, si mbetje këtu, mbetje atje, si pler, si dytësor, si jo human, se këto bëjnë në princip domethënë të dehumanizojnë. Normalisht njeriu krijon një lloj vetë mburoje. Edhe kjo ndodh në Shqipëri për shembull sepse fakti që ne komunizmi na ka prerë kokën e dijes, domethënë na ka lënë goxha të prapambetur. Një njeri në mangësi të kësaj çfarë ka ndodhur? Nga doktrina e keqe serbe apo greke, domethënë që është e pabazë, në vend që ne të jemi fokusuar të bëjmë një studim, të bëjmë diçka me bazë që të vërtet pak rëndësi ka se si është përfundimi, të patë jetë e provuar, ne kemi filluar duke mbrojtur veten pikërisht me të njëjtën gjë, domethënë. Ata me tezat gabuara na sulmojnë, ne me tezat gabuara mbrohemi, domethënë është një luftë kështu me gur, si primal, si njerëz të pa evoluar. Edhe me aq sa ti ke ulumtuar gjatë kohës tënde, domethënë ose vazhdon të ulumtosh etj etj, normalisht këto gjëra asnjëherë nuk kanë fund, njeriu gjithmonë merr informacion të ri. A mund të themi që dikush nga këta ka të drejtë? Domethënë kush e ka sakt, kush e ka gabim, kush e ka faj, sa të drejtë ka njëri, domethënë çfarë i takon njëri, çfarë i takon tjetrit. Unë e di që Ballkani është një fuçi baruti, domethënë, por që edhe pse janë kështu si vrima të zeza të thella që kur futesh nuk del dot më, unë më hamendja se duhet i flasim janë gjëra që duhet të bëhet debat publik konstruktiv, pa u ofenduar, pa u sharë në mënyrë që të krijohet një lloj fryme, një lloj dëshire për të zbuluar, për të bërë një farë lloj bashkëpunimi. Unë do isha jashtëzakonisht shumë i kënaqur nëse të bëj një konglomerat mes shkencëtarëve serb, shqiptar, grek, turq, bullgar, edhe të krijonin një diçka të madhe dhe të kërkonin vetëm në mënyrë shkencore çdo lloj gjëje. Kjo do ishte më perfektja, pavarësisht se është shumë larg realitetit. Do thoja që nuk mjafton. Domethënë nuk mjafton që ti të dish historitë kombëtare, duhet të ditur edhe historia ndërkombëtare dhe politika ndërkombëtare. Është gadishulli ballkanik pasi kanë ardhur dhe Mesdheu në përgjithësi,
pasi është vendosur Perandoria Osmane si një superfuqi, ka pësuar një lloj procesi dizintegrimi. Dhe kjo ka qenë e mundur për shkak se europianët në atë kohë kur i kanë parë si themi Osmanët edhe arabët, po ta marrim nga Gadishulli Iberik si sundus, dhe kanë thënë ne me këta s'kemi fare punë të bëjmë, ne me këta nuk do integrohemi kurrë. Dhe ka qenë edhe periudha ku pastaj si themi ka çelur e ka lulëzuar kolonializmi. Për europianët mesdheu nuk kishte më hapësirën ku ata mund të si themi mund të krijonin siguri apo të ardhme të mirë ekonomike. Kthyen kolonit dhe eksperjenca koloniale u bë si themi burimi kryesor i mirëqenies së tyre, dhe nëpërmjet asaj pastaj eksperiencë koloniale në midis shekullit të 19 dhe 20 janë rikthyer asaj disa çështjeve të mbetura peng, dhe me idenë që neve do e ribashkojmë Europën dhe do e rikthejmë Europën dhe do e reintegrojmë Europën. Dhe ky është një proces jashtëzakonisht i gjatë. Mjafton të marrim si shembull në këtë rast Gadishullin Iberik. Gadishulli Iberik ka qenë i sunduar nga arabët dhe procesi i përzënies së arabëve nga Gadishulli Iberik ka filluar në 700-ën e ka mbaruar pak a shumë në 1400-ën dhe kanë qenë 700 vjet. Dhe ky lloj procesi ka parë si themi të njëjtat gjë, konflikte, shpërngulje, persekutime, krime e meradh. Në Ballkan Reconquista është një nga Reconquista është një nga episodet më gjakatare të historisë, domethënë. Ne mund të kemi 101 të zeza në Ballkan, nuk diskutohet, domethënë. Ajo është vërtet një kapitull shumë i errët për atë Gadishull Iberik, domethënë. Unë kam pasur interesin ta lexoj. Edhe thjesht brutaliteti nga të dyja anët është thjesht, domethënë, rrënqethes. Ama duhet thënë diçka, që pikërisht për mënyrën se si ka ndodhur Reconquista, cilat kanë qenë fazat e Reconquistës, si themi, nëse janë ruajtur apo jo institucionet që kanë lënë arabët edhe kultura që kanë lënë arabët, sot në shekullin e 21 përcakton se sa i pasur është një rajon në krahasim me disa rajone të tjera. Domethënë ka një arsye ekonomike që ose ka si themi një lloj përqasje ekonomike që sot na lejon të përcaktojmë pse veriu i Spanjës është më i pasur në raport me jugun e Spanjës. Dhe pikërisht ka të bëjë me këtë lloj procesi dhe natyrën që ky lloj procesi ka patur. Në Ballkan ka ndodhur pothuajse e njëjta gjë, sepse kur janë rikthyer europianët në Ballkan dhe kur ka filluar ai procesi i reintegrimit. Jo vetëm i reintegrimit, por procesi i formimit të shtetit kombë, të identiteteve kombëtare. Në Ballkan, ka qenë dukshëm i fortë një element ortodoks. Elementi ortodoks, ky koalicion ortodoks që ka përfshirë të gjithë shtetet e Ballkanit që sot janë shtete ortodokse dhe që kanë patur një influencë jashtëzakonisht të madhe nga perandoria ruse. Ky, domethënë, fakti që këto lloj shtete morën jetë dhe kanë patur një influencë jashtëzakonisht të madhe ruse, janë perceptuar nga europianët gjithmonë si një rrezik. Dhe aty ka patur përplasje jo vetëm midis shteteve të shtypura kundër perandorisë osmane, shteteve që sapo kanë marrë pavarësi me njëra tjetrën, po edhe përplasje midis perandorive dhe përplasje midis fuqive të mëdha. Dhe kjo e ka bërë akoma më të vështirë, sepse në Ballkan muslimanët derivon janë konsideruar si një element, si një element i huaj. Akoma vazhdo. Duhet ta pranojmë diçka, do të thënë që vazhdojmë. Ka ekstremitete për shembull, sidomos se shiko, interneti dhe jeta online ka këtë gjë e bukur që të jep çdo lloj informacioni, por ka dhe tregon dhe pjesën më të errët të çdo lloj njeriu, domethënë sidomos me individ që kamuflohen në mënyra të ndryshme, domethënë dhe thjesht hedhin vrere. Pjesë njerëzore, domethënë, por që është e dukshme. Edhe në Ballkan vazhdon edhe ekziston një, le të themi, një racizëm, po një lloj diskriminimi i keq organizuar, nuk është i mirë organizuar, nuk ka ndonjë agent nga mbrapa, po që është shumë i egër, shumë i fortë, shumë i hidhur, shumë i pisët, domethënë. Po që më që është një proces që do i vi data.
edhe ati. Fakti është që shumica e atyre njerëzve që janë dëbuar dhe që janë përsekutuar në Ballkan është një fakt që kanë qenë musliman. Por problemi qëndron këtu që i kanë konsideruar të gjithë muslimanët turq dhe të gjithë ortodoksët ose grek ose serb. Dhe normalisht për shqiptarët që e kanë krijuar shtetin e tyre mbi parimin e pluralizmit fetar, kjo është diçka e pakonceptueshme nga fqinjet. Dhe për ne ka qenë një diçka e nevojshme, domosdoshme për të mbijetuar dhe për të bashkëtuar, kurse për ata nuk ka vlerëtur, madje nuk vlen as sot. Për ta, feja përcakton edhe identitetin kombëtar. Ndërsa për ne, që kemi një lloj që kemi jetuar midis perandorive, kemi qenë të krishterë katolik, të krishterë ortodoks, musliman, pastaj u bëm ateist. Po kjo është një temë tjetër. Dhe ndërsa ata çdo lloj feje që kanë patur ose çdo lloj komuniteti që ka patur një fe ndryshe nga ajo zyrtare, ka qenë i papranueshëm. Edhe në një farë mënyrë pikërisht ka ndodhur ajo që the ti, ajo dhuna monstruoze apo diskriminimi në çdo lloj sfere të jetës së një individi, ajo familjare, ajo publike, ajo arsimore, ka qenë pothuajse e pamundur për njerëzit në përgjithësi të studiojnë në gjuhën e tyre, të mbajnë, të ruajnë fenë e tyre, të ruajnë zakonet, traditat, të shprehin identitetin e tyre kombëtar, të valvisin flamujt e tyre. Dhe kjo për ne, për fat, nuk ka ndodhur, po mendoj se nuk ka ndodhur edhe për arsye sepse kemi qenë gjithmonë në rrezik për mbijetesën tonë. Dhe fakti është që pasi Greqia mori pavarësinë dhe shtetet tjera morën pavarësinë në Ballkan, filluan pastaj të luftonin kundër njëra tjetrës dhe në luftat ballkanike, për shembull, territoret shqiptare kanë qenë jo vetëm në sundimin e grekëve dhe të serbëve, por pastaj filloi edhe lufta e parë botërore dhe është bërë vërtet si themi hapësir lufte, fush betej për të gjithë ata aktorë që kanë qenë të përfshirë në konflikt. Madje ka patur edhe plane që Shqipëria nuk duhet të ekzistonte fare. Pikërisht për këtë, domethënë ne kemi biseduar bashkë më përpara, por do organizojmë përsëri për episode specifike ku do mundohemi domethënë të flasim edhe të informohem unë rreth parë, por edhe shumë të tjerë në mënyrë pak më specifike për gjëra të tilla. Faleminderit para fare që ishe për mua në këtë pjesë të parë të bisedës. Miq të dashur, episodi ka dalë në Patreon për juve që po e shihni nga YouTube dhe Spotify. Kështu që abonohuni në Patreon, na mbështesni episodet tona dhe ne do arrijmë që ju sillim sa më shumë njerëz të tillë si Denisa, që në shumicën e kohës dinë se çfarë po flasin, ndryshe nga ato që kanë mësuar në ekranet e televizioneve shqiptare. Kështu që qëndroni me ne. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.